se jo çdo kush që pretendon diçka është i vërtet në atë që pretendon. Pra, munafiqët pretendojnë dhe japin madje shumë arsye dhe arsyetime që ata janë rrugë të drejtë dhe janë mirë. Por nuk mjafton thjesht ky pretendim për të pranuar ajo çka ata thonë. Duhet shikuar gjithçka në dritën e shpalljeve të Allahut subhanahu wa taala, në dritën e ligjeve që sollën profetët e Allahut subhanahu wa taala, të cilët kanë ekzistuar dhe janë realitet historik që nuk mund të mohohet nga askush. Prandaj, për gjykuar drejt mbi të vërtetën duhet që të dëgjohen të gjitha anët dhe të gjitha pretendimet, të shikohen të gjitha argumentimet dhe arsyetimet, dhe jo të nxitohemi dhe të pranojmë thjesht të ndikuar nga stolit dhe nga stolisja pra e argumentave që paraqesin këta munafik dhe këta mohues, të cilët sikurse e përmendëm pak më sipër, janë thjesht të zhytur në jetën e kësaj dhunjaje dhe gjithçka e shohin të lidhur ngushtë me të. Ndërkohë që ajo është e përkohshme, është thjesht një vend mbjellje për ahiretin ku ne do të korim atë që do të punojmë. Ndër dobit e ajetit, thot Sheh Ibn Uthaymin, Allahu mëshiroft, është edhe fakti se njeriu mund të sprovohet duke qenë për atyre që shkatërrojnë në tokë dhe të mos e ndjejë diçka të tillë. Pra është e mundur që dikush të sprovohet dhe të jetë nga ata të cilët përhapin shkatërimin dhe në fakt ai të mos e ndjejë diçka të tillë. Dhe të mos e kuptojë dhe të mos e hetojë që ai është vërtet prej shkatëruesve. Kjo, sikurse e kuptoni dhe e dini, e ka një shkak. Dhe shkaku është se ata kanë refuzuar të nënshtrohen ligjit të Allahut subhanahu wa taala, të drejtë dhe korrekt, të mrekullueshëm që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, dhe ata nuk janë në gjendje që të shikojnë dritën e Allahut subhanahu wa taala dhe dritën që sjell ai përmes ligjit të tij. Prandaj dhe nuk nënshtrohen. Ata janë të zhytur në këtë dynja dhe në plotësimin e dëshirave dhe stolive të saj, prandaj dhe ata nuk mund të shohin qartë të vërtetën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë mënyrë ata e shohin se janë përmirësues, por në fakt ata janë shkatëruesit që prapin shkatërimin në tokë.